në një nga rrugicat e vjetra të Prishtinës. Aty ku historia dhe besimi ndërthurën çdo ditë që nga vitet e 90-ta. Dëgjohet zëri i qetë, por i palodhur i imamit Aziz Pireva. Prej më shumë se 3 dekadash, ai është frymëzim për brezat e tërë. Një njeri që besimi nuk e sheh vetëm si ritual, por si mision jetësor. I lindur në nëntor të vitit 1969 në Prishtinë, Aziz Pireva u rrit në një familje që donte dijen dhe fenë. Dashurinë për medresën dhe islamin, siç tregon vetë ai, ia mbollen prindrit që në fëmijërinë e tij. Unë në shkollën fillore, jo qysh si fëmini, ka qenë dëshira e prindit, e babës Rahmetliut, që unë të jam nxënës i medresës. Prandaj edhe nuk ka dashur të fort as me mësimet, më thonë që ka pas shef që bile mësimet e para ti marr drejt për drejti në medresë, dhe me të vërtet ka qenë dëshirë e tina, pasandaj edhe unë kam dëshiruar ato, kështu që sigurisht se dëshira më e madhe ka qenë e prindit që unë të jam prej medresanëve. Por rruga drejt medresës nuk ishte e lehtë. Ai kujton pengesat të shumta që u vënë përpara, në një kohë kur arsimi fetar shihej me dyshim. Unë me vërtet kam has shumë probleme edhe në regjistrim për arsye se ata të shkollës fillore drejtoria nuk donin me asnjë kohë që unë si nxënës i tyre, si nxënës i mirë të shkojnë medresë. Gjatë që edhe afatin mba pa të humb mirë, po me dëshirën e të tjerëve më është mundsuar edhe atëherë nxënës Prishtinës ka pas shumë pak. Paralele jo, kur ne kemi shkuar medresë kanë qenë 130 nxënës, prej tyre nuk kemi qenë 5 Prishtinës. Se ka qenë vështirësitë për me shkuar medresë dhe pengesat e kanë tepër të mëdha. Ka qenë shumë interesant një bisedë me drejtorin e shkollës fillore, kur kam shkuar me kërku dokumentacionin për me qenë medresë, edhe ai tash të shtuar më bind mua që unë mos më shkon medresë. Qërë dhe ke 12 xhami, baba jem ka qenë imam, ku shkon, çka punon, ku është ardhmja jote, mirë po na nuk e kemi këshyra çështje, anë kam pas shap me gjithë dëshirën më të madhe, edhe vetëm që në interesant po më plotsu dëshirën prindit. Shumë e vështirë ka qenë, për shkak se në rrethonat ne më spori kur e kena kryer medresën, do të që ka qenë vite që ai familje që e ka çu një fëmijë në medrese u normalisht sikur me humbat fëmijë, me çu kurban për apo një varvor me shkatruat fëmijë, sepse kanë pritë që kanë më mbyll xhamijat, kanë pas perspektivë për të ardhmen e atyne imama. Vërtet ne kur kena vendosur me shku si imama, kena vendosur me sakrifiku vetveten tonë për këtë popull. Po alhamdulillah që ato rrethonat kanë ndryshuar shumë dhe vërtet kanë qenë shumë të favorshme për neve, mirë po në momentit kur ne kena vendosur me shku për imam, se medrese atëherë ka qenë vetëm për imam me shku, nuk ka pas mundësi dikun tjetër apo drejtim tjetër. Megjithatë, përkushtimi i tij dhe dashuria për dijen e mundën çdo pengesë. Ai u dallua si nxënës shembullor, e fal kësaj u angazhua herët në xhami për të shërbyer besimtarëve. Unë me të drejtën, qysh prej medresës, prej vitit 3-4 medresës, në veç që kam pas një përvojë, se çdo herë kur kam munguar në imam Prishtinën, unë si nxënës dallum kanë çuar me majt xhumë, hutbet xhumave dhe të bajramave. Prandaj kam pas pak një përvojë të vogël, po jo një përvojë si imam i rregull. Dhe kur kam ardhur unë kam qenë i ri, që domethënë në atë kohë ka dominuar mosha vjetër, për çdo respekt për ta, po ka qenë situata çase fare. Unë e di edhe kujtoj fort mirë që kur kam ardhur kam prit me buz gaz, kam prit mirë në atë mënyrën më të mirë të mundshme, edhe mas andaj kemi filluar më mishtru bashkë me ta, edhe kur në jetën tëme atë kënaqësi nuk e kam hetuar, edhe mas andaj tani me punën time këtu se imam, më një herë kam filluar edhe me nxënësa, tregova edhe më herët që kanë filluar më një herë nxënësit e shkollës këtu të mesme me ardhur këtu me frekutuar në xhami, me ardhur nxënësat edhe bën një xhalleri këtu që saqë ai kënaqi të gjithë, po edhe unë do isha i kënaqur me ato. Bahri Sejdiu, bashkës dhe mik i tij që nga medreseja, e kujton si djalë të urtë, të përkushtuar e të palodhshëm. Po, Azizi ka qenë prej nxënësve të mirë, të shkëlqyshëm, edhe gjithmonë ka qenë principiell, i disciplinum, dhe nuk ka pas se gjithkush prej neve nxënësa, ndoshta nga njerë e kemi pas ndoshta naj ves se cili prej neve. Pas përfundimit të studimeve, Pireva u emërua imam dhe hatib në xhamin e Buzakut në Prishtinë, ku vazhdon të shërbej që nga viti 1997. Por vitet e para të shërbimit të tij përkuan me periudhën më të rëndë, kohën e luftës.
Besa që ka qenë shumë e vështirë se na nuk ka ndodhur java, po them java se s'po them me ditë, po ka ndodhur java që mos më ndalë në herë prej policisë dhe regjimit sarp. Ku ka shkon nëse në trinë atë kohë, domethënë që e bënëm detyrën këto. Mirë po, qëllimi jonë kryesor me gjithë ta tana vështirësitë, kemi pas bindjen edhe besimin në Zotin. Dhe kemi kërkuar mbështetjen në Allahun xhaleshanu dhe na ka dhënë mbështetjen alhamdulillah, edhe i mundu na me ligjëratat tona me majt ngjall shpresën e popullit për liri. Prandaj fal Zotit, gjakut dëshmorëve, ushtrisë qendrore të Kosovës dhe miqve tanë tregtarë ne arritëm më lirua dhe më largu përsa. Në atë kohë ka qenë e vështirë për arsye se dominante familje pa të punësuar. Sa terroristë baj pa të largu prej punës, tani secili prej tyre mëronte me gjetë një rrugdalje për me furnizu familjen e tij. Mirë, po ajo që na ka metë në kujtesë dhe cila mendoj që duhet vazhdohet edhe tash te këtu të gjithë ka qenë afërsia, dashuria e jonë me njëri tjetrin edhe solidariteti. Edhe në ditët më të errta, kur frika ishte pjesë e përditshmërisë, ai nuk e ndali kur misionin e tij shpirtëror. Ndëgja në atë kohë, kush ka qenë musliman, kush ka qenë shqiptar, o dasht me notu lumit për pjetë. Jo lumit të poshtë, se lumit të poshtë ban ujtë kalaj, veç lumit për pjetë. Po valaj qashtu akon që shpëthoti për Zotin, edhe për kësa jone që të i pajshëm, dhe me thonë policinë hishin në bërtë këtina zdi Gjakovara që ka konë, edhe këdine, po edhe me një fjallë tjetër, kemi pas frige, kemi pas ato, po aktivitetet nuk jenë nëllë kërë. Aktivitetet që jenë nëllë. Dhe me thonë, edhe garit shumë që me politikë s'po mermi, kemi drejt më u falë, kemi drejt më u lutë, kështu që më tut jemi tut, po me ndërprej, aktivitetet nuk i kemi ndërprej. Pas luftës, imami Pireva e ktheu vëmendjen te brezët e ri. Ai organizoi mësim besim për fëmijë, duke bërë xhaminë e Buzakut vend të dijes, dashurisë dhe respektit. E mbi të gjitha, vend ku adhurohej Allahu. Është shumë interesant që ka pas dashuri të madhe. Tanë mas andaj me punu me fëmijë ka qenë edhe një përvojë bajage vështirë për mua, për arsye se është dashur shpesh herë me ra nivelin e fëmijët, në një mënyrë që ai me qenë i kënaqur me ardhmën e tij në xhami. Mas andaj pengesat normalisht që kanë qenë, po ne jam munduar gjithherë që mësimin ta moj ditëve të vikendit, shtunëve dhe dileve, në një mënyrë që edhe fëmijët mos i largoj prej mësimit shkollor, po në njëjtën kohë t'i afroj edhe dashninë, edhe t'i lësh ata të lirë vetë vendosën. Edhe unë jam shumë i kënaqur që përmes aty në nxënësve që unë i kam pas në përdor të mia këtu, ka prej tyre avokat, ka prej tyre mjek, ka prej tyre inxhinier, ka profile të ndryshme, sot kur vinë vizitojnë, domethënë kënaqen me ato se më të vërtet bazat e para e kanë se mësim besimi është shtyllë e fortë për fëmijën. Shumë ka punue me nxënësa Azizi, rregullisht ka pas nxënësa, rregullisht kanë mësuar, domethënë nxënësat Azizit mujnë me dalë imam me ta fal namazin. Shumë ka punu me nxënësa e di, 2 gjinit kanë mësu këtu, edhe gjinia femnore, edhe gjinia mashkullore, rinia edhe kanë pas të interesuar edhe kanë pas edhe simpati ndaj Azizit. Kanë pas simpati e dëshin nxënësit, e dëshin kudijune, ka qenë i afërm, ka qenë i sjellshëm. Një prej atyre që u rrit nga mësimet e tij është edhe Fatan Plana, ish nxënës dhe më vonë muezin në të njëjtën xhami. Në rastin tem gjyshi Rahmetlia Haxhi Mustafa ka qenë prej nxënësve kryesor që morën xhamin për me mësu. Kam marrë bashkë me vllon dhe me motrat, po unë jam shumë më i vogël për fëmijëve, edhe pak kanë qenë si pak më i lazum, kuptimin pozitiv. Edhe nashta ndallim pe tyne në kompakt si ma gjallnik, po hoxha ka ditë me na menaxhu këtë rast jo vetëm njëve 4-ve, po në ma ka po të nxënësa tjerë. Në atë aspekt, kështu që edhe në aspektin e mësimit ka qenë i përpikt, është mundu mjallon hakun, që jo vetëm aspektin e mësimit, leximit, po aspektet të shkrimit, shkruajnave, se theke kur të mësoni me më shkru, mësoni edhe ma lehtë për me lexu. Është një moment që nashta për shumë momente që kur se harroj, është që ka qenë një rast ku ka qenë smur, nuk ka qenë mirë me shëndet, dhe thuj se të natën kish pas probleme shëndetësore, megjithatë,
kur orë namazit sabahit prapë orë në xhami. Dhe në realisht e vrejta prej fizionomisë me pomës që nuk është mirë me shëndet, edhe pyeta shoq, po pse e dal, pse duke pa parasysh që distanca e shtëpisë nuk e ka bash hoxha afër, atë në vrejta që i kon smut, pa po e vërtet, po tha nuk mujta me fal namazin e sabahit në shtëpi, pa dal me fal xhami. Domthon ajo përmbushja shpirtërore, nëse mundna me përdorë si shprehje, nuk e kalon, megjithëse ndoshta aspektin feto ka pot arsyetim për më fal shpirë për shkak që ka pot pengesë shëndetësore, mos më fal në xhami me xhamat, megjithatë ka prezantuar namazin sabahit. Kjo është një moment, shumë momente, po këto e kam kështu si të veçantë që nuk e harroj kot. Temat ato çka kemi nevojë më shumë ti, qoftë në raportin vertikal në raport me Zotin, po edhe qoftë në raportin horizontal raport me njerëzit. Tema që me përkushtu aspektet e adhurimit, ibadetit, namazit, agjerimet, kur janë periudha haxhet, kur janë periudha e Kurban Bayramit me rregulla ashtu me radhë. Në aspektet çka duhet me pot në besimtar në vijën e tij vertikale. Ndërsa në aspektin horizontal, në marrëdhënien ndërnjerëzore, po domosdoshmë në raportet familjare me prind, me akraba, me rrethen e gjatë, po edhe me shoqni, gjithmonë na këshillon që edhe ka të veti që duhet me kon të afrushëm. Puna dhe përkushtimi i tij kanë lënë gjurmë të forta edhe tek bashkëpunëtorët e tij të afërt. Imami Aziz Pereva është njëri prej imamëve të veçantë të Prishtinës, po edhe si fëmijë ka qenë i veçantë, do të i kujdesshëm, s'ka lujt si fëmijë tjerë, po ka qenë shumë serioz, shumë i përpikt, sepse vërtet puna e imamit do me konë shumë i kujdesshëm, shumë i përpikt, sepse ke punë me mas, me mentalitete ndryshme, me mosha të ndryshme. Prandaj edhe si fëmijë, po edhe si në medrese ka qenë shumë i përpikt, nxënësi i dallum, do të thënë nxënësve të shkëlqym, nxënës shumë i kujdesshëm, po pastaj natyrisht edhe si imam kur ka filluar në vitet më të vështira kur ka qenë për imam, po vërtet ka qenë imam shumë punëtor, i zellshëm, i kujdesshëm, i përpikt në kohët namazit, ka punu shumë me nxënësa, shumë me xhamat, edhe vërtet është njëri prej imamëve shumë dallum të Prishtinës. Ai e përshkruan imamin Pereva si njëri të përpikt, të qetë dhe me ndikim të madh në komunitet, ndërsa muezini aktual i xhamisë, Arben Blakaj, thotë se urtësia e tij ka bërë që ai të jetë i dashur, si për ata në xhami, ashtu edhe për ata jashtë xhamisë. Krejt mahalla, që e thëmë në mahalla, kanë fjallë të mira për ta. Njerëz edhe që s'falen, edhe ata që janë shkat, që ateista kanë fjallë të mira për ta, nuk kanë fjallë të keqe për ta asnjë. Kanë të veç, ka fjallë të mira për ta. Ka një bashkëpunim të atashëm me komunitet. Edhe kjo ka shmi pakës ma largë, e kur të vjen, ati je dora në nësop qutë për pjetë. Tu përshëndet njerëz. Dhe prej që vjen prej shtëpis, prej lagjës vetë, ofër me drejtës që ka shpinë, deri e kur të vjen kam, shumicën e rasteve e vijët sa ne me fol, sa këni me fol. E ka një autoritet bagi të mirë në komunitetin tonë që këtu, edhe në mahallë edhe pak ma largë. Po që ka mujtë me hasë, domethënë edhe prej kolegëve tjerë, edhe prej imamave tjerë, edhe prej njerëzve të thjeshtë, kanë një përshtypje të mirë për ta. Si njëri drejt, njëri bashkëpunus, njëri që si janë hakun e kujt. Sot, pas më shumë se 30 vite shërbim, Aziz Pereva mbetet shembulli për kushtimit, dijes dhe thjeshtësisë. Ai është dëshmia e një brezi që nuk u dorëzua para sfidave dhe që besimin e ktheu në mision të jetës. Me të vërtet, detyra e imamit është e vështirë. Është e vështirë, po kur e ki dashnin, kur e dënë këtë profesion, edhe unë mendoj që s'ka profesion më të mirë dhe më të dashën. Kur e dënë këtë profesion, kaluhet letë. Unë mendoj që më njëherë tritë mendoj në atë fillim qysh me ka një angazhum të ditën, me kohë caktuar, me minuta caktuar, me gjashtu këtu. Po mirë, po më rëndësi është mja fillu detyrës. Nëse ja fillon detyrës e ki dashni për to, s'ka vështërsi cilën ti nuk mundesh me lënë namash. I ka lënë të gjitha. Është aja kënaqësia shpirtërore trupore që t'jap motiv ty edhe sa do vështirë me kon, ajo të lecohet. Edhe unë kështu e kam pa detyrën e imamit, saqë sot nuk jam në gjendje me asnjë detyrë tjetër sa bëhet me ndrua. Për arsye se e një kënaqësi shpirtërore, e një kënaqësi trupore, e një që jam i dobishëm për dikant kur ai ka nevojë për mua. Në çdo ligjërat, në çdo orë mësimi, e në çdo namaz të udhëhequr, qëndron frymë një njeriu që i ka përkushtuar jetën Zotit dhe besimtarve
që njekën të njëjtën në rrugë. Në xhaminë e Buzakut, çdo zë që dëgjohet, çdo fëmijë që mëson dhe çdo njeri që vë ballen në sejdë, mbart në vete një pjesë të misionit të imamit Aziz Pireva. Misioni i dijes, i dashurisë për Zotin dhe i shërbimit ndaj besimtarëve musliman.